Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ka reaguar pas shfaqjes së një arkivoli simbolik në protestën kombëtare të zhvilluar sot para kryeministrisë. Përmes një reagimi publik, Balla pretendon se personat që e sollën janë mbështetës të Partisë Demokratike të Durrësit dhe ja atribuon këtë akt personalisht Sali Berishës. Personat që sollën në protest një arkivol që kanë mbështetës të Partisë Demokratike Durrës edhe të një fraksioni brenda saj. Sali Berisha e ka bërë këtë akt të turpshëm 28 vite më parë me arkivolin e të ndjerit Azem Ajdari, thot Balla. Më tej ky i fundit e cilëson përdorimin e arkivolit si një akt që bie ndesh me traditën shqiptare dhe normat fetare. Tallja me qefini në kuptimin e përqeshjes së një simboli të lidhur me vdekjen dhe varrimin nuk përputhet me zakonet shqiptare, si edhe ato fetare, qoftë islame, qoftë kristiane. Ty Sali do të ta jepja një përgjigje, por zakonet shqiptare dhe fetare nuk ma lejojnë, shkruan Balla. Arkivoli u shfaq gjatë protestës së sotme para kryeministrisë, ku organizatorët e cilësuan atë si arkivolin politik të Edi Ramës në kuadër të simbolikave të përdorura gjatë tubimit. Për këtë deklaratë të Tauland Ballës nuk ka ende një kundërpërgjigje nga radhët e demokratëve apo të vetë Sali Berishës. Ndërkohë, protesta në bulevardin Dëshmorët e Kombit vijon në këto momente. Fjalimet janë mbyllur dhe është paralajmëruar që protesta do të zhvendoset para ditën e nesërme tek gjykata, aty ku pritet të jepen masat e sigurisë për të arrestuarit prej 2 ditësh tashmë. Me mijëra protestues të ardhur edhe nga diaspora mbushën sot bulevardin Dëshmorët e Kombit, aq sa u anullua edhe rutina e marshimit për shkak të numrit të lartë të protestuesve. Simbolikat edhe natën e sotme ishin të shumta në drejtim të kryeministrit, ku sot protestuesit kishin shfrytzuar edhe faktin se kreu i qeverisë feston ditëlindjen.